Detajet e reja kanë dalë nga kompleksi ushtarak që presidenti amerikan do të ndërtojë në Gaza si pjesë e planit të bordit të paqes. Baza ushtarake e forcës së stabilizimit ndërkombëtar, pjesës së cilës do të jetë edhe trupa shqiptare, do të jetë një kompleks prej rreth 350 hektarësh i planifikuar për forcën shumë kombëshe që do të vendoset gjatë muajve të ardhshëm. Kompleksi do të jetë i rrethuar nga 26 kulla vrojtimi të blinduara, të montuara në rimorkjo, një poligon armësh të vogla, bunker dhe një depo për pajisje ushtarake për operacione. E gjithë baza do të rrethohet me tela me gjemba. Fortifikimi është planifikuar për një shtrirje toke të sheshtë në Gazën jugore. Këshilli i sigurimit OKB-s autorizoi bordin e paqes që të krijojë një forcë të përkohshme ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza. Sipas OKB-s, ajo do të ngarkohet me sigurimin e kufirit të Gazës dhe ruajtjen e paqes brenda zonës. Gjithashtu supozohet të mbrojë civilët dhe të trajnojë dhe mbështes forcat policore palestineze të verifikuara. Nuk është e qartë se cilat do të jenë rregullat e angazhimit nëse do të ketë luftime, bombardime të përsëritura nga Izraeli apo sulme nga Hamasi. Përveç Shqipërisë, disa vende të tjera, përfshirë Indonezinë, Greqinë apo Kiprin, kanë deklaruar se do të dërgojnë trupa brenda kësaj force.